Shoqata bjeshkatare Çaushica e Përshepsës organizoi marshin tradicional malor, një ngjarje që çdo vit mbledh dashamirës të natyrës, bjeshkatar dhe qytetar nga vende të ndryshme për të promovuar vlerat e jashtëzakonshme të malit Sharr. Ishte ky marshi i përvjetoreve, me rastin e 3 vjetorit të themelimit të shoqatës bjeshkatare Çaushica, që u realizua në bjeshkët e fshatit Përsheps, në rajonin e komunës së Tearcës, në shtegun Ilirida. Në këtë aktivitet morën pjesë 21 shoqata, klube bjeshkatare nga Maqedonia, Kosova dhe Lugina e Preshevës me mbi 300 pjesëmarrës. Shtegu Ilirida, që u përshkruan shpjesë e rrugës së lashtë Ilire që daton nga antika, në atë kohë kjo rrugë ka shërbyer si urë lidhëse natyrore dhe tregtare mes Shkupit dhe Prizrenit. Ajo kalon nga kalaja e Nicës mbi fshatin Orash, përshkron fshatet e Malësisë dhe Kalan e Tetovës deri në fshatin Vejc, duke vazhduar më tej afër majës së Kubilicës. Ndërsa pjesa tjetër e këtij rrugtimi është nga fshati i lashtë afër Shpellës apo ndryshe thënë Peshtera, shkon në drejtim të Luginës së Lumbardit dhe bjeshkëve të Bistricës, bashkohet me qafën e Kubilicës dhe më pas zbret drejt fshatit Lubin në pjesën e Prizrenit. Shtegu Ilirida llogaritet mesatarisht i lehtë, gjatësia e tij është 13 kilometra në të dy drejtimet me një disnivel diku 700 metra. Një kuqiri i këtij aktiviteti, shoqata bjeshkatare alpiniste Çaushica Përsheps, organizatorët dhe vullnetarët me përkushtim dhe punë të palodhshme përgatitën shtegun duke mundësuar një përvojë të sigurt dhe të paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Në këtë aktivitet morën pjesë kryetarët e komunave të Tearcës dhe Gostivarit, Daut Memishi dhe Balbon Limani, si dhe kryetari i Unionit të Shoqatave Bjeshkatare Pari Rexhepi, por edhe përfaqësues të Parkut Kombëtar Mali Sharr. Ngjarjet e këtilla kontribuojnë në forcimin e vetdijes për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë sonë natyrore dhe nxisin zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në këtë zonë. Shoqata bjeshkatare alpiniste Çaushica Përsheps për të gjithë pjesëmarrësit shtroi edhe një drek bjeshkatare në oborin e shkollës së Përshepsës.